Çdo punim i ekspozuar mban vulën e prodhimit vendor. Veshje, ushqime dhe prodhime të tjera u prezantua në panairin e gruas, të organizuar nga Oda Ekonomike e Kosovës në Prishtinë. Ky aktivitet që mblodhi 10 gra ndërmarrëse, sipas kryetarit të OEK-ut, është dëshmi se përkrahja e tyre është thelbësore për zhvillimin ekonomik të vendit. E kemi kuptuar që pa i dhënë hapësirë dhe pa ndihmu gratë në biznes, në prodhim, në shërbime, në tregti, nuk do të mund të kemi zhvillim të plotë. Mbështetje premtoi edhe Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë përmes skemave të ndryshme financiare që tashmë janë lansuar. Prej fondit për garanci kreditore tek dritarja për gratë në ndërmarrësi, tek skema e granteve në veçanti për gratë ndërmarrëse, që është mbyllur dhe tani është në proces të vlerësimit te Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë e Inovacionit. Aty u interesua për krejt produktet e paraqitura. Disa nga këto të fundit ishin për mysafir. Për disa gra, kjo veprimtari është kthyer në tradit prej dekadash. Pej viteve të dhe, kur i kom pas në një veç. Një nga ekspozueset kërkon që takimet të tilla të organizohen më shpesh. Shumë rrallë nuk po mujna na kur gjë me bu me këtu, se po kem dëshire dhe për me pas diçka edhe për veti. Madje dhe punën e bëjnë me pasion. Dhe jam shumë e kënaqur, shumë. I do punën, i do shoqet. E kemi edhe tregun mobil, si vjet e kemi edhe ata. Ka të interesuar, ka mirë është, mirë po shkon. Edicioni i dytë i panairit të gruas u mbështet nga qeveria gjermane përmes GIZ Kosova dhe do të qëndrojë hapur deri të premten.